Kongresi Amerikan kërkon drejtësi për viktimat shqiptare. Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka shënuar një hap të rëndësishëm në mbështetje të drejtësisë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës së Kosovës, me paraqitjen e rezolutës H të Kongresit rezoluta 26 në dhomën e përfaqësuesve. Kështu të paktën ka thënë organizata Albanians for America me bazë në Texas transmeton. Sipas njoftimit të portalit Storm, i cili referohet organizatës Albanians for America AFA në Texas, thuhet se kjo rezolutë historike bën thirrje për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë për krimet seksuale të kryer nga forcat serbe gjatë vitit 1999 dhe nderon guximin amerikane të mbijetuarës Vasfije Krasniqi Gutman, krahas Mira Grave dhe vajzave të tjera që përballen në dhunën gjinore gjatë luftës. Rezoluta 26 është fruti një angazhimi të pandatshëm nga komuniteti shqiptar-amerikan, i cili për vite me radhë ka kërkuar drejtësi dhe njohje ndërkombëtare për këto krime. Një vlerësim i veçantë i shkon aktivistës në New York, Vera Mjeku, e cila me këmbgulje morale dhe për kushtim të jashtëzakonshëm ka qenë një zë vendimtar në këtë përpjekje, shkruan Strong, duke shtuar se organizata Albanians for America ka luajtur një rol kyç në shtyrjen e përpara të kësaj nisme, duke përfaqësuar me dinjitet zërin e diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Një herësh pas njoftimit të AFA-s, për një falënderim sinqert shkon dhe kongresmenën demokratë të Texasit, Julie Johnson, një politikane amerikane e cila përfaqëson distriktin e 32 të Kongresit, dhe miku të madh të shqiptarëve Keith Self, kongresmen me ndikimin e fuqishëm në Kongres, antar dhe përfaqësues për distriktin numër 3 të Texasit. Ky projekt ligj 26 ka statusin e paraqitur në hapat e parë për stasën e legjislacionit të dakortuar me dhomën e përfaqësuesve në dakordsi me Senatin Amerikan.